qenë as të mbytur, as të hapur. Por ama të nesërmen mbas ditave, mbasi unë deklarova për punën në Shqipëria, nisma Shqipëria bëhet, i thashë nuk do të jem në atë, ka marrë zoti Noka dhe ke qenë permanent komunikimi i përditshëm deri ditën e hënë, pra nga ete deri të hënën tjetër, 4 ditë sa i bie në komunikim, në ditën 12:30 telefonatën e funi me zotin Noka, i cili më ka kërkuar të ndryshikoj qëndrimin tim dhe për shkak të qindra telefonatave, SMS-eve, njerëzve të mi, bashkëpunëtorëve të mi, edhe fisit tim të cilë më kërkuan që të vazhdoja, sepse më thonë e merr mandatin, dhe që unë po të them, siç kam dhe unë informacionet e mia, që edhe kundërshtarët tonë politikë dhe të tjerët, kam bërë sondazhe të gjitha dhe kam qenë njeriu më i votuar sipas sondazheve të tyre për të qenë në listën që do votoheshe, po të votohej me 11 maj nga të listë. Ose personat tjerë të cilë kishin përqindje 1-2% dhe janë sot në listën e mbrana që është e turpshme, dhe po të ishte një listë ndryshe, po them, përfaqësuese, që duke fillu edhe për zotin Gështenja, të cilët në librazhin prej se pat një vlerësim të saktuar, apo zonja po jo aq sa ju. Dakor, edhe zonja Gjeni, sepse një femër, edhe aq, do tash vjen një anonime, ajo ishte përfaqësuese e komunitetit gjithashtu Kështerë, po ju garantoj, dhe nuk ka frikë ta them, që ne në Elbasan ditin 8-6. Kush thoshë ndryshe, pastaj që ne fitohesh në shtatë është idiot politik, se s'merr veç politika, nuk e fitonin kurrë shtatin. Një herë ka Bovakia ajo që pruna 2400 vota nga Peqini në atë kohë në 2009, ku ishte zoti Bashi që në 77, dhe 8-6 dhe unë do ta mbroj të 6. Dhe e vetmi arsye që kam thënë Flamur Noka telefon që unë do të hyj prap në listën e hapur dhe t'ju tregoj ty dhe të gjithë tjerëve që do mbar 10.000 vota personale, siç i pata në 2005, që 7% votuan mua dhe 30% partinë. Edhe në 2021 që rreth 8.000 vota personale, tjerët kishin 2.000-3.000 vota nga 5.000 vota. Lutem ta shpjegoj, dhe që përfshirë dhe votat e pavarësisht ishin bërë gabim që shkote 9.000 ca vota, që rezultoi kjo dhe që dole i parë primare, do t'i marrë këto vota dhe jo për fajin tim që mund mos ruhej i gjashti për shkak të listës që cilë o bën atë lloj forme, por ama ishin garantuar të 5, ndërsa sot i gjashti ka marrë ka krypunë. Ka krypunë, ta themun, qofsh unë i gabuar, nesër tu në mund të kërkoj falje atyre, por që nuk ndodhi, sepse i kam të qartë si do dalin. Nëse në Peqin, i kam kërkuar vetëm që në Peqin të largoj nga lista kandidatëve një nga Peqini, aty që prap do t'ia them emrin atij që prap ka bëjë me rolin negativ të tij, që do duhet që të largoj nga listë sepse ishte shprovuar disa herë që nuk grumbullon vota dhe merr më pak vota, dhe nëse do të isha unë, po të garantoj që Partia Socialiste edhe mund të fitonte dhe maksimum do merrte 500 vota para PD-s dhe përpara meje, për shkak të rrethanave se ka gjithë pushtetet dhe gjitha gjërat, po që mund të shkonim edhe në Brazil dhe mund të fitojmë me pak vota ne, por sot jo rrezikojmë, po do jenë 3.000 deri në 4.000 vota diferenca me Partinë Socialiste në Peqin. Dhe unë, duke qenë që ishin 3 kandidatë të djathtë pasaj në Peqin, që kurse një kandidat i majt ishte budallik politik të çashi votën në gjithë format, sepse nuk maksimizojnë, nuk materializojnë votën dhe bashkëpunëtorët e mi që ma kërkonin. Një bisedë që kisha më herët me kolegun tuaj Samir Korreshi, tha që në për sa i përket Fierit është tjetër qartë do ta bëjnë 8-8. Len gjumë. Dhejze, kjo është tjetër qartë. Po të rinë më motër. Tani do me rejtë. S'rejtë do të nuk rejtë dot. Për i qarë Elbasanit e një plam me plam. I mora përsi për këtyre bashkitje, kam thonë Flamurit edhe këtyre tjerë, edhe Zoti Berisha, që i marë përsi për Peqin, Belç, Sarrik, Gramsh, po që se unë nuk do marrë rezultatet 2021 në vota, mund të kishe një rritje të vogël, ose mund të kishe një ulje të vogël, po që ishe pak a shumë të rritje po në të numër, që dhe të siguroshim të 6-in, ishe 1000%, te e garantoj, sepse mbajni me sot këtu në studion tuaj, do më kujtore sa do dali Peqini, sa do dali Belçi, sepse ja po them vetëm 2 shifra të kishe parasysh. Në 2017 në Belçi në Mosgaboj ka qenë 800 në 1900 vota, me gjithë votat pavlefshme ka shkuar për 5000 ca vota në Belësh, në Peqin jemi 6000 ca vota. Zotëm, 2 fishimi vota që ka patur unë. Tani ato nuk ka për të marrë këto shifra. Jo si që vetëm unë. Dakor, për zoti Noka e di këtë gjë, zoti Alizoti e di këtë gjë, zoti Berisha e di këtë gjë. E di që ju jeni një makineri elektorale, nuk duan të fitojnë në Elbasan. Po sepse me sa duket nuk i dalin llogaritë thonë ora si 50
e se si dy ma pak, si merë të dashje, e dhe që hitë të dashje, më s'prish punë. Po atyre këthyje, për mua, i bëdëm shumë i mathë, në gjithë Shqipërinë, sepse Partia Demokratike dhe Zoti Berisha mashin si burrat të fjalës së mbajtur, dhe të votës që cilët thanë, dhe të cilët e artikuluan aq fort edhe nuk mbajtën. Ju thatë që Zoti Berisha nuk më kthente mesazhe, pat një ftohtësi, nuk ju komunikoi, nuk ju thiri, pra e prisni deri diku. Javën e fundit